Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha bëri të ditur se kanë filluar përgatitjet për një tjetër sezon turistik të suksesshëm. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ministri shprehet se trajnimet dhe njohja e mirë e siteve përpara sezonit turistik për guidat dhe agjencitë turistike janë element të kyç për një eksperiencë të paharrueshme për vizitorët. Ai tha se paralelisht po vijon puna për mirëmbajtjen dhe përkujdesjen ndaj siteve arkeologjike për të ruajtur dhe promovuar vlerat historike. Sipas statistikave të publikuara her pas here nga institucionet, numri i vizitorëve në sitet kulturore ka ardhur gjithnjë në rritje. Gjatë vitit 2024, vizitueshmëria ka shënuar një rritje me 31% krahasuar me një vit më parë, duke gjeneruar të ardhurar nga shitja e biletave. Sitet kulturore gjatë vitit 2024 janë vizituar nga 1.314.999 persona, ndërkohë që pritet që për vitin 2025 kjo shifër të tejkalohet. 5 sitet më të vizituara janë Kalaja e Gjirokastrës, Parku Kombëtar i Butrintit, Muzeu Gjesh Kastrioti në Krujë, Parku Arkeologjik në Shkodër dhe Parku Arkeologjik në Apoloni.